Tunde na fije ka qenë në kohët e më përparshme, tunde Dybekun, çfarë ishte ajo, do me thënë. Moha, si kaloni? Po si na shkoj kjo ora sonte. Do na vi viti 2026, po si do na gjej thuaj, në karige na la, në karige na gjeti. Të ullur na la, të ullur na gjeti. Po ndoshta edhe kemi arritur diçka, kemi arritur shikueshmëri, kemi arritur fansa, na duan të gjithë, etj. Ta pi një herë unë këtë se jam lodhur, kam folur sonte shumë. Thash, tek saporia thash hajtet, tua shoh yjet edhe këtyre të Shqipërisë pak. Se pastaj unë betet dhe hatri, na i pen, u ape atyres, na e pe ne. Se për zotin dhe mërziten, duhet kretve tua shosh. Edhe horoskopi tani më befasojti. Shikoni çfarë thot horoskopi për Stenaldon. Stenaldo ja thot është shumë energjik, ka thot shumë fjalë, shumë debate. Nëse do të fiton, thot, do të fitoj, thot, edhe mikrofonin personal, nga që flet shumë. Kupton, do japin dhe një mikrofon falas, thot. Finalisti fort, thot, por Merkuri e bën pak impulsiv. E ky Merkuri, thot horoskopi. Stenaldo del mirë në horoskop, më thënë e kemi në gradat larta. Çfarë thot për Brikena Selmanaj, këtë gocën e bukur, këtë misin nga Kosova, këtë energjim pozitive të shtëpisë që në fakt po heq trurin. Më heq trurin e vaj, se keni vënë mendjen? Veshën miniç të shkurtër, barkun komplet hapur dhe ringrohet e ngroksja. Po i gveshëm i gocë, i gveshëm i, thua qove rymën në kulm. Për Brikenën thot planetet e qeta, strategji e heshtur, nuk flet shumë, por kur flet, ama kur flet, dridhet shtëpia. Ka fat në publik, por yjet thot i sugjerojnë durim. Shumë durim thot. Me thënë Brikena mundet të shkon. Ilir Vrenozi. Horoskopi thot humor, ironi dhe batuta pa fund thot. Publiku e do, yjet e përkrahin, por hëna e bën pak dramatik. Për fitore thot pikpyetje, varet sa shumë do të qesh publiku, aq shumë do t'ja dhurojnë fitoren e Ilirit. Me thënë që për fitoret e puna e Ilirit, shumë problem është. Mal ret koceri, jam li nënës vet, i miri nënës vet, o zoti madh, Mali, djali nënës. Mali është mister, thonë yjet. Qetësi dhe shikim. Lindën pyetja çfarë po ndodh. Yjet thonë surprizë madhe, mund të arri larg, pa u kuptuar fare dhe realisht Mali është duke arritur, nuk është keq. Me thënë është duke arritur aty në maja, aty lart, nuk është keq. Dhe kjo puna me tjatin besoj që i dha Malit pak suport, i ndihmoi baba i vet, mirë është, jo keq. Po Stine, po Kistine që na ka hyrë që po na kënaq aty brenda. Çfarë thot horoskopi për Stinen? Çfarë thon yjet për Stinen? Shkëlqen, këndon, edhe kur la nenët. Dielli thot është me të, por egoja mund ta çojë në nominimin e pik. Fitore pikpyetje, nëse këndon në finale mund ta fiton. Për ndryshe fitoren, Stine do me thënë të haron, kështu që Stine, yjet të thonë që ti duhet të çohesh, të këndosh në finale, edhe nëse dëshiron të fitosh, nëse jo, atëre rinj aty, mos bëj zë, edhe tjetër muhabet nuk kam. Po çfarë thonë yjet për Senon?
Me ken shkodran tanat i ban, thon një fjalë. Po a i ban tanat seno? Le ta shohim. Strateg thot 1. Analitik 2. Gjithçka thot e menduar. Publiku e respekton thot. Yjet e mbështesin. Por në thelb mungon pak drama. Big Brother pa drama nuk shkon. Yjet thot janë dyshuese. Hareseno, kur hyre natën e parë the Luizi ka marru borxhet e veta, unë borxhet mia, apo si duke do dalësh me borxhe. Yjet këtë ta thoni dashur, nuk di. Të kisha mundësi unë të ndihmoja, të ndryshoja yjet, po s'kam. Po qa thon yjet për mirin? I balancuar 1. Diplomatik 2. Shman konfliktet. Okej, 3. Publiku e do si njeri të mirë, por yjet thon Big Brother do pak zhurë mëre. Që janë këto njerëz të mirë? Të kapeni, të rrifeni, të plaseni aty, të shaheni, nga që merrni vota, merrni followers, bëheni viral, o si bot këto s'keni bëj gjo. Po qa thon yjet për Sabinën mi, qa thon yjet mi për Sabinën që më flet si kur jep ato lajmet. Yjet thon që është shumë intense, thon ajo. Emocionale, shpërthyese, thon. I ka këto. Kur qesh shtëpia, thot kur mërzitet mbyllen dyert. Do me thënë ajo dvë bravën, në fakt dvë Chelsea, falni. Yjet e qojnë larg, ama shumë larg, dhe Sabina është zjarr. Zjarr është. Po kjo Selina që fle me mirin, që flasin këto se dhe ja marr burin tjetrës kjo, qa bëhet me këta? Selina thot është e lirë, spontane dhe pa filtra. E shikoni qa thon yjet? Në me thënë nuk dyshojnë kot ato, se tjetra është e lirë, spontane dhe pa filtra. Publiku argëtohet, thot me të, realisht argëtohet, por yjet thonë se flet para se të mendoj. Në me thënë kjo është goja flet para mendjes. Fitore thot, pikpytje, nëse e frenon thot pak gojen, yjet i thonë Sabinës, kësaj Selinës thot mund të fitosh, për ndryshe thot mi motor. Do dalësh. Po kjo Loreja e vogël, thonë është ambicioze, është fokus, di çfarë do. Yjet e shojnë si finaliste serioze, shife. Publiku ose adhuron, ose friksohet nga ftohtësia. Ose adhuron, thot, ose friksohet nga ftohtësia. E shikoni që është në gjendje të bëj Lore? Po Lorna në këtë pikë. Për Lorë në thot është e veçantë jashtë skemave. Çfarë po bën thot kjo? Për Lorë në thot. Yjet thon ose del herët Lorna, do thon ose del tani më ikën, ose fiton papritur Big Brotherin e do kaosin, e do luftën thot ajo. Realisht e do luftën, ajo që në ditën e parë kur ka hyrë me pushkën dorë ka hyrë. U tsha duke i fol Selinës, u tsha duke u grinë me Selinën. Po ky Kristi, nga na doli ky këtu? Që tha Kiara tek klabi fansave për Kris Dragotin. Ky nga na doli këtu? Po ky Kristi nga Vlora ky. Emocionali, thellë, flet me zemër, publiku thot, lidhet emocionalisht me të. Yjet thon lot plus sinqeritet e barabartë me finale. Si janë këto yjet pak kështu si kjo puna e viralitetit, Më thënë yjet janë si viral. Lot plus sinqeritet e barabartë me finale. E bukur kjo. E bukur, qaj sa më shumë Kristi. Tani qa thot Eugenie? Eugenie është dominues, lideri drejt për drejt, kur flet të tjerët heshtin. Yjet e shohin si konkurrent serios për fitore. Dhe Eugenie mund të jetë në pjesën kryesore. Por
Çfarë thot për Juelën? Për Juelën thot elegante, e qetë, por me nerva të fshehura. Kjo është nga ato speca djegës, që po të preku, të përvëlon. Publiku thot e vlerëson, yjet e mbështesin, por duhet një shpërthim të madh. Ndërsa për Angelon thot është i paparashikueshëm. Plot ide, plot surpriza. Sot mik, nesër viral. Sot mik, nesër armik. Yjet thon fiton nëse publiku s'lodhet nga surprizat. Domethënë pse unë që jam surprizues ju lodheni nga unë. Interesant, po kush do të shkojë në finale sipas horoskopit? Domethënë në finale shkon Eugenie, Sabina, Kristi dhe Stenaldo. Një kombinim interesant. Po kush do ta fiton sipas hënës? E fiton Eugenie, por mund të ndroj mandje hëna edhe në momentin e fundit. Tani ne do ndjekim xhinglën dhe ju vazhdoni. Pini nga një gotë aty. Hani qika të gjelin e detit, se besoj që keni marru, më jemi nga fundi. Edhe takohemi me rubrikën tjetër. U kënaqëm sonte.